Profesori Amerikan Eduard Jozef ka deklaruar se qeveria e Kosovës duhet pranoj projektin Amerikan të gazit dhe të bashkëpunoj ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e energjisë. Sipas tij, një projekt i tillë do të ndikonte drejt për drejt në rritjen e sigurisë energjetike të Kosovës dhe në forcimin e marrëdhënieve me SBA-n. Qeveria e Kosovës duhet ta pranojë atë dhe duhet punojë me ambasadën e Shteteve të Bashkuara si dhe zyrtarët e qeverisë amerikane dhe duhet ta pranojë patjetër këtë. Nuk ka arsye për të mos e bërë sepse ka të bëjë me sigurinë energjetike për Kosovën. Pra po keni qymyr, por qymyri është shumë dëmtues dhe ka shumë faktor negativ. Dhe duke sjell gaz natyror përmes një tubacioni nga Maqedonia e Veriut, ju nuk po ndërtoni varësi. Në fakt po ndërtoni një ombrell më të gjerë të sigurisë energjetike Kosovës. Dhe unë nuk e kuptoj se pse qeveria e Kosovës nuk po e bën këtë, deklaroi Jozef, duke shtuar gjithashtu se mos bashkëpunimi në këtë projekt mund të sjellë pasoja për qytetarët e Kosovës, duke theksuar ulje të sigurisë energjetike dhe distancim më të madh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.